Fatmir Sheholli është një figurë mjaft e diskutuar në Kosovë, kryesisht për shkak të pretendimeve dhe konflikteve rreth vrasjes së babait të tij, si dhe rolit politik e institucional në vend. Roli i tij kryesor është si drejtues i Institutit për afirmimin e marrëdhënieve ndëretnike, ku edhe ai shpesh ishte deklaruar se po punon në rregullimin e marrëdhënieve serbo-shqiptare dhe të komuniteteve. Paraqitja e tij në media ka qenë kryesisht në lidhje me vdekjen e babait të tij, Malet Sheholli, i vrarë në Kosovë në vitin 1997. Të gjendur mes pretendimeve dhe kontradiktave të ndryshme rreth asaj se kush e vrau babain e tij, Fatmir Sheholli ishte paraqitur në opinione publike se UÇK-ja e kishte vrarë baban e tij. Pretendime se kanë ekzistuar komunikata ku babai i tij përmendet dhe që ka qenë i thirrur nga gjykata speciale për të dëshmuar për të. Gjithashtu, ai është shprehur me deklarata të forta se vrasja ka të bëjë me shqiptarë që kanë pasur lidhje me policinë serbe, por jo domosdoshmërisht UÇK-ja. Aktiviteti i tij i deklaruar nga vet ai ishte puna në shërbimin informativ të Kosovës dhe në sigurimin shtetëror të servisë. Në opinion të gjerë, ai ishte shprehur se në bazë të ulëmtimeve, shumica e qytetarëve të Kosovës janë kundër funksionalizimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me që rast, ka pasur opinione të shumta lidhur me aktivitetin e tij, të cilat kanë qenë të kundërta edhe nga politikanë të shumtë dhe në procese ulëmtimi. Ai është arrestuar sot në bashkëpunim me AKI-n dhe prokurorinë, me dyshimin për spionazh dhe lidhje me Serbinë. Lajm ky i konfirmuan nga ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Sveçla.